apo gjykata e veçantë nuk bëhet sikur ky kryeministri i Kosovës të mos donte të aq të bëj. Por tha që po e lejon tribunalin për shkak se beson që ai vetë nuk ka me përfunduar. Nëse ka ndonjë mik ndërkombëtar që mund t'i ndihmojë Kosovës, do ta bënte këtë duke i treguar kryeministrit që edhe ky vetë do të përfundojë. Se po t'i thuhet kryeministrit të Kosovës që edhe ky vetë përfundon aty, s'ka tribunal. Por shpresa e këtij që ky vetë s'përfundon, po shokët e tij shkojnë, thot e kemi një farë sfide të madhe që duhet t'i përgjigjemi me përgjegjësi. Kur vetëvendosja do të jetë në qeverisje, kur vetëvendosja do të jetë në qeverisje nesër, vetëvendosja është subjekti në qeveri që juve nuk ju dorëzon gjykatë speciale, se na se njohim gjykatën speciale. Edhe qeverisja e PDK-s juve kam ju dorëzu në gjykatë speciale. A qeverisja jo nuk ju dorëzon juve në gjykatë speciale. Veç se për krimet e zhvatjes, e të plaçkitjes, të mas luftës, ne as nuk ju mbrojmë, as nuk ju ndihmojmë. Po sa për gjykatën speciale që ne nuk e njohim, pikërisht qeveria jonë nuk do të bënte dorëzime të tilla. Kështu që edhe ju keni interes në me orën pushtet. Edhe ju keni interes që na me orën pushtet. E keni vështirë ta kuptoni e pranoni, po do të vijë dita. Do të vijë dita edhe për këtë gjë. Gjykata speciale ka bashkëpunim maksimal dhe reciprok me Serbi dhe zyrë për krime lufte në Beograd. Të dhe në këto të deklaruara nga gjykata, por dhe nga autoritetet e Beogradit. Me Kosovën bashkëpunimi është minimal, simbolik dhe i njanshëm. Të mos themi se nuk ka bashkëpunim fare, ka një formim minimal, procedural nga gjykata për autoritetet nga Kosova. E keni vështirë ta kuptoni e pranoni, po do të vijë dita. Do të vijë dita edhe për këtë gjë. Autoritetet në Beograd pretendojnë se e di se kur do të akuzohet dhe pse do të akuzohet nga shqiptarët e Kosovës. Tha që po e lejon tribunalin për shkak se beson që ai vetë nuk ka me përfunduar. Nuk do të shqyrtohet asnjë nga 400 masakrat e kryer në Kosovë nga shteti i Serbisë. Nuk do të merret me asnjë nga rastet e mbi 20.000 dhunimet e grave shqiptarët në Kosovë nga pjesëtarët e forcave serbe. E keni vështirë ta kuptoni e pranoni, po do të vijë dita. Do të vijë dita edhe për këtë gjë. Me asnjë rast të 12.000 shqiptarëve të vrarë, mbi 12.000 shqiptarë të vrarë dhe as në rastin e 2.500 personave të zhdukur shqiptarë. Kjo gjykatë, pra, nuk do të merret me asnjë krim të kryer të Serbisë në Kosovë. Por shpresa e këtij që ky vetë s'përfundon, po shokët e tij shkojnë, thot e kemi një farë sfide të madhe që duhet t'i përgjigjemi me përgjegjësi. E keni vështirë ta kuptoni e pranoni, po do të vijë dita. Zotë kryetar, ju lutem, mos lejoni të vazhdohet kjo seancë dhe të miratohet apo të votohet kjo rezolut. Zotë kryetar, duhet jemi të gjithë vetëdijshëm që kjo rezolut është kundër interesave qytetarëve të Kosovës. Kjo rezolut është kundër pavarësisë së Kosovës. Mos e lejoni, sot është mëngjesi më i rëndësishëm për Kosovën. Mos e lejoni sepse edhe ju, edhe të gjithë ne do t'i bim pishman dikur, por do t'jetë vonë. Nuk kemi nevojë të shkojmë prapa tradhtis. Do duhet ta ruajmë pavarësinë e Kosovës ashtu siç e keni shpallur. Prandaj kjo rezolut është kundër interesave qytetarëve të Kosovës. Kjo rezolut vetëm interesat e klaneve të Hashim Thaqit i mbron. Nuk mbron interesin e Kosovës, nuk mbron interesin e pavarësisë së Kosovës. Mos e lejoni, zotë kryetar, Jakub Krasniqi, mos e lejo. Mos e lejo. Mos e lejo, sepse nesër do t'jetë vonë. Sot është mëngjesi më i rëndësishëm për që ato që kanë luftuar dhe që kanë punu qytetarët e këtij vendit. Është mëngjesi më i rëndësishëm. Është nyja, është udhkryqi, o me Kosovën jashtë Serbisë, o me Serbinë brenda Kosovës. Prandaj vendosni për të parën me Kosovën jashtë Serbisë. Nuk na duhet Serbia, as në veri, as në parlamentin e Kosovës. Është në duart e gjithë deputetëve që sot të ndahen në mes turpit dhe në mes detyrës që e kanë si deputet Parlamentit të Republikës Kosovës.